Kandidatja për presidente e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, më 10 maj u paraqet për herë të parë në një tubim pas marrjes së bekimit të Këshillit të Përgjithshëm për të qenë bartës e listës së kandidatëve për deputet të kësaj partie në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Unë nuk kam pa këto që kanë hyrë në këtë tubim Abdullah Hoti, Hikmete Bajrami, Kujtim Shala dhe Janina Ymeri. Megjithatë, së bashku me Vjosa Osmanin kanë hyrë brenda në tubim kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku dhe figura të tjera të kësaj partie, duke përfshi Lutfi Hazirin, Gazmen Muhaxherin, Anton Çunin e deputet të tjerë të legjislaturës së 10, e po ashtu edhe pjesë nga 20-shja e Vjosa Osmanit që do të jenë kandidat për deputet në kuadër të zgjedhjeve të 7 qershorit me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Presidentja e 6 e Kosovës në zgjedhjet që po vinë po garon veten 20-ta në listën e LDK-s, pasi nuk arriti të rizgjedhur presidente e Kosovës. Vjosa Osmani negocoi me Lumir Abdigjiku në LDK-s, edhe i u rikthye listës zgjedhore të kësaj partie. Osmani për herë të fundit ishte pjesë e listës së LDK-s në zgjedhjet e parakohshme të vitit 2019, kur edhe ishte kandidate për kryeministre. Pas atyre zgjedhjeve, në të cilat LDK doli e dyta, u krijua koalicioni qeveritar Vetëvendosje LDK, e qeveria Kurtini e asaj kohe, në vitin 2020, u rrëzua pikërisht nga LDK-ja. Osmani në atë kohë doli kundër partisë së saj për rrëzimin e qeverisë së Kurtit dhe nuk e votoi më pas qeverinë Hoti të LDK-s. Kur Osmani refuzoi të mbështesë një kabinet të drejtuar nga LDK në qershor të vitit 2020, ajo u shkarkua nga të gjitha pozicionet e saj në parti. Më pas, Osmani krijoi subjektin e saj politik, Guxha, i cili kandidoi me lëvizjen Vetëvendosje në zgjedhjet e shkurtit 2021. Një muaj më vonë, me Vetëvendosje në pushtet, Osmani u zgjodh presidente. Por lëvizja Vetëvendosje nuk ia dha një mundësi të dytë për të vazhduar edhe për një mandat pozitën e presidentes. Thyerja me liderin e Vetëvendosjes, Albin Kurti, u pa nga Lidhja Demokratike e Kosovës si mundësi për kthimin e saj në parti. Mirë se ju rigjeta. Po kohë që Kosova pret një frymë si kjo. Zyrtar të lartë të kësaj partie, dikush publikisht e dikush në heshtje, nuk e kanë mirëpritur një gjë të tillë. Abdullah Hoti e Hikmete Bajrami munguan edhe në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s, kur u vendos për kthimin e Osmanit.